Përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi edhe këtë fundjavë për të shoqëruar me emisionin më të bukur në vend, do kisha me thënë emisionin The Stage, ku ne pikërisht në këtë emision flasim për skenën, për vështërsitë e një skene, për të qëndruarit stoikisht në një skenë, se cilat janë vështërsitë, cilat janë momentet e mira, cilat janë momentet e këqija dhe se sa vullnet na duhet për të arritur dhe për të qëndruar në skenë. Neve mundohemi gjithmonë të marrim fytyrat më eminente të ekranit, fytyrat më të njohura dhe fytyrat që kanë çfarë flasin, kanë çfarë na ofrojnë edhe në bisedat tona të këndshme. Pikërisht këtë javë, në këtë emision, kam ftuar një çift shumë artistik, i cili vije për herë të parë në këtë emision, ekskluzivisht, na kanë respektuar shumë dhe ne i duam padyshim shumë sepse janë të dy shumë pozitiv. Bëhet fjalë për Mustafa Imerin dhe Teuta Hoxha Imerin. Unë tani nga regjia do kërkoj një single të shkurt, derisa unë të rehatohem me këta në këtë skenën tjetër të studios dhe do fillojmë bisedën për të vazhduar edhe më tej për të diskutuar rreth karrierës së tyre shumë vjeçare. Ashtu pra si që paralajmërova, kam në studio çiftin më të mirë dhe më artistik në vend. Do filloj tani nga zonja e parë, pra nga Teuta Hoxha Imeri. Fillimisht faleminderit shumë që pranuat ftesën, të dytë t'jeni pjesë e emisionit tonë. Faleminderit për ftesën. Dhe pastaj vazhdojmë te Tafa. Tafa do të thras Tafa sepse neve jemi miq dhe ashtu të njohim për ndryshe. Patjetër, faleminderit shumë për ftesën. Ashtu si që dhe paralajmërova, emisioni ynë ka të bëj me ndonjë promovim të ndonjë gjëje të re, por vetë karrierën tuaj që nga fillimet e para e deri më tani, që të dy keni çfarë keni ofruar, vite me radhë punoni, i jepni kontribut skenës dhe dua të flasim për vështërsitë, idetë, fillimisht si kanë lind për t'u kyçur ju në skenë, sepse edhe puna ytet e utë është punë e artit, është skenë, po ashtu edhe më Tafa nuk ka nevojë, më duket se të flas. Teuta, do filloj me ty. Tafa pa i drime, me vetë faktin se ka më afër. Jam edhe gentleman. E di, dhe është edhe femër. Je japim përparësi Teutës. Teuta, më thuaj fillimisht nga të lindi ty ideja që të marrësh një laps dhe të vizatosh diçka. Nuk thënë shumë i sa edhin që kam qenë para se ta marrë lapsin edhe penelin për në artë, jam marrë me punët me skenën, si atë moshën e adoleshencës në artë edhe si manekene në atë ko. Atë pyetje doja bëja Tafës, se është drejtuar me manekene, po mirë, nuk është problem. Ku mandej ajo dëshira edhe bukuria për skenën, më pëlqeu më tepër ajo mbrapa skene, se sa ajo përpara skene, se është një punë e lodhshme dhe mundishme shumë e madhe ajo mbrapa skene që kjo sot të dale kështu si është në ekran. Pikërisht kjo është esenca e emisionit, të tregojmë se sa e vështirë është të del një gjë e bukur në ekran. Për aty mandej njoftova Tafën, ku Tafa më inspiroi që të vinë në Shkup, se nuk ishte domethënë qëllimi që të vinë në Shkup në fakultet. Mora këtu regjistrova grafikën, mbarova fakultetin, edhe ashtu më aty tje. Edhe është talentin, jo që e ka qenë, domethënë, i dukshëm para se ta marr, për shkak se nuk kam qenë e koncentruar, domethënë, në lëmin e artit për vizatim. Kisha qef më tepër punën e regjisë, skenografisë, po nuk ishte atë, po, me arti ishte, po nuk ishte atë vit që unë duhet të regjistrojmë këto dek, nuk ishin, se ishte 1 në 4 vjetë regjistrimi, atë vit nuk ishte kur unë duhet të regjistrojmë në fakultet. Nuk desha të pauzoj një vit dhe zgjodha lëmin më të afërt me këto grafikën, për shkak se grafika klasike ka shumë lidhshmëri me arhitekturën edhe me skenografin. Edhe kështu fillova të mirem edhe me punën... Me gjithë shka tjetër pasaj, sepse puna e sjell punën, sidomos kur e don punën një njeri. Tafa, më duket se për ty s'ka nevojë të flasim që sa merresh me muzikë. Unë u ratova pak, edhe duke ju ndëgjuar tani, po më kthehet filmi mbrapa shumë viteve, po. Jo, mi Tafa se si atë që vjetër të edhe komentova kur ullëm tani këtu se thash motis pas kam qenë në këtë studio. Tafa është rritë në studio tona. Ka me emocione shumë. Realisht jam rritë në këtë studio si fëmijë,
prej bilbilat këndojnë se dje dhe sigurisht arkiva e televizionit Maqedonisë edhe i ka. Edhe ato kanë qenë faktikisht piknisjet e para të mia në lidhje me muzikën. Pastaj fillon festivalet e fëmijëve. Edhe pastaj festivalet e të rriturve, po shkolla e muzikës. Pande shkolla e mesme muzikës, akademia, edhe i bëm disa vjetë në... Merë mendja mjaft vite. Edhe sukseshme jo, vetëm disa vjetë, po sukseshme t'i the. Po mund t'i quajmë sukseshme, realisht unë jam i përmbushur shumë kështu shpirtnisht me këtë punën time që e bëj. Edhe mendoj se nuk kam bërë vetëm për karrierën time, kam ndihmuar mjaft edhe për kulturën në qytetin tonë edhe në shtetin tonë. Edhe besoj që do ta bëj edhe ato në të ardhmen. Teuta e tha një fjalë, tha kam qenë pjesë ka qenë manekene pra para ca viteve, dhe ti ke edhe një motër shumë të bukur e cilë qenë mis në kohën e saj. Si ndihesh apo që je i rrethuar veç me vajza? Të dyja motrat. Edhe Sara ka qenë. Për Sara nuk kam ndjeni, më fal. Sara ka qenë mis Shqipëria. Po mis Shqipëria, po para sa viteve. E pas kam harruar. Ndoshta se Ninën e kemi këtu dhe për atë Nina. Rand. Ta kanë marrë anën. Rand, po. Ta kanë marrë anën, tani menzi po vres të rritën djem që... E mira është se po mrujnë gjithë, kështu mua mrujnë mjaft, po edhe unë i rujnë mjaft. Si një zok, po. Teuta, juve pasi u njoftuat me Tafën pa dyshim pësoj edhe fejesa, martesa dhe tani keni edhe 2 djem shumë të bukur, njërin prej të cilit e kam favoritun. Lisin. Po. Dhe vështirësitë e të qenurit një nën, një bashkëshorte, po edhe një artiste. Në çdo profesion, kur e do një profesion edhe kur je në gjithë këto që do të jesh perfekt, nuk mundemi të jemi, po të mbrim deri në atë që të jemi të zonjat e gjitha punëve, ka vështërsi, fakt që ka vështërsi, po kur ke një dashuri ndaj gjithë asaj, ke sukses. Edhe çdo gjë e shoh me pozitivitet. Tafa u qesh, nuk e di pse. U qesh. Shumë përgjigje diplomatike po jep. Për atër e dua ta jep përgjigjen e sinqerit. Ne kemi një bashkëpunim shumë të madh ndërmjet me edhe Tafës, domethënë se i kemi disa miq që thënë po na boni muhabetet e shtëpia pastaj që kemi probleme. Nuk mund ta mohoj atë gjë që unë kam shumë ndihmë prej Tafës, edhe në punët, domethënë në organizimin e shtëpisë. Tashti nuk them për punët e shtëpisë, por në organizimin e shtëpisë të fëmijëve. Cili do e merr djalin, cili do e merr po. Ti ndajmë mësimet cilat lëndë do t'i mësojmë, do t'i përsërisim me fëmijët, qofta edhe për punët e shtëpisë, apo për të organizu aktivitetet që i kanë fëmijët, veç asaj edhe për punët tona në profesionale. Unë e kam një profesion që sado që është edhe për femër, ka materiale të vështira që duhet të ngrenë, të miren, të prenë me gjëra ma të rënda, për shembull metali pret me lloj-lloj gjëra tjera që janë të rrezikshme nëse nuk din t'i përdorish një mashkull, jo ma një femër. Edhe në atë aspekt i kam, ose drurin, Tafën e kam, domethënë që më ndihmon. Edhe punën e menaxhimit të dokumentacioneve. Jam të e pa që po tu unë i ruje dhe jam shumë i kujdesshëm. Domethënë të gjithë, domethënë edhe punën e menaxhimit për dokumentacionin për këto gjëra që janë organizimin e ekspozitave, kemi një bashkëpunim që Tafa i merë përsi pra ato, po nuk është të thënë që unë ri duar kryq edhe pres të gjitha. Pjesën tjetër e punoj. Sa po e konfirmova atë që Tafa kam kontribuar jashtëzakonisht shumë. Jo, unë kam mësuar t'jem zdruktar, kam mësuar t'jem të ne që prerës, se t'i zdi si ta quaj. Po gjitha jo është realisht jo support. Neve jemi në martes, kemi 2 fëmijë veçantë. Po prej fillimit, faktikisht, kur kemi fillu marrëdhëniet... Gjëra që në fillim duhet po. Kur kemi fillu dalim neve, Teuta ende nuk dinte se çfarë do të bën me veten.
erdhë në Shkup, deshe ta marrë artin. Shumica edhe në shtëpi ajo ishin skeptik kur ajo zgjodhi artin. Po ja që ajo që e zgjodhi doli më e suksesshme. Jo për atë, po disi i kemi menaxhuar punët, i ndajmë shumë. Ti e bën këtë, unë e bëj këtë, që të mundemi të jemi se është rënd, realisht është rënd ta mbajsh një tempo jetësore, flas me ndër vite, se mundesh një vjet bësh diçka, madje 2-3 vjet pauzosh, pa të bësh, edhe pse për atë ka qenë shumë më rënd se sa për mua. Për atë shkak tash të uta, jo me shumë modesti, po ma përmend emrin, po ajo ka qenë shumë e prekupuar edhe me shtëpinë brenda, se tash femën ti jesh edhe grafiste, edhe të punosh me gjitha ato hemikale, gjëra, plus ishte edhe kur ka qenë 7 zane, nuk mundesh të punoj, domethënë gjitha ato i kemi të kaluar shumë me sukses me punë menaxheriale, me marrëveshje, po. Edhe realisht më merr mendja se kryesisht i kemi dalë sendeve ballë, edhe ajo në profesionin e saj, edhe unë në profesionin tim. Ne kemi një rregull të dy primar në jetë që dreka të drekohet komplet, të gjithë të jemi me fëmijët në shtëpi, edhe fëmijët të jemi prezencë në rritjen e fëmijëve. Domethënë pa marrë parasysh sa i kemi profesionet që jemi në lëvizje lart e poshtë, tërkohën, sidomos stafa me koncertet, e shohim domethënë maksimumin të ndajmë gjitha gjërat që të drekojmë bashkë, e qoftë ajo në shtëpi, qoftë të dalim jashtë në lokal, edhe të jemi bashkë. Edhe fëmijët e kanë marrë edhe atë rutinë të ditës, edhe bile dhe njerë edhe habitet shoqëria thotë si keni mësuar edhe në operët të qetë, edhe në teatr të jenë të qetë, edhe në ekspozit. Ato janë rritur në ashtufryme. Në ashtufryme dhe janë rritur në ato ambiente që edhe i kemi marrur që ta mësojnë dal nga dal me profesionet tona që ta duan artin. Automatikisht për atyre vjen edhe shoqëria që ato shoqërohen e kanë marrë, domethënë nuk na vjen mërzi neve t'i marrim 2-3 shokët e shoqërisë, sidomos të lisis, sa arti është më i vogël, t'i marrim me vete edhe në për koncerta dhe në për teatro. Dhe ashtu krijohet edhe shoqëria. Edhe shoqëria, edhe atë. Po një tradit. Një tradit t'ja tregojmë edhe tjerëve, jo që jemi neve të parët, ka dhe plot tjetë para nesh, pra shkak edhe ne kemi pati kush që e kemi marrë atë më të mirën. Edhe ndoshta kjo formula e kësaj që ne të jemi bashkë për të dy djemt, është ajo që kemi sukses edhe në lëmit tjera profesionale. Babi këngëtar, mami piktore, nisi... Deri para një kohë kajta gjimë, thërshë. Se ishën më të vogël se ti në të... Qarë ponon babi kajta gji është? Cili e ka më këtë? Po Lisi ishte. Lisi ishte i fari. E ngisnin edhe... Mami pitkore. Po mirë, ishte interesante dhe në fjalë që... Dhe them se djali doli futbolist. Mbajen mend. Po mirë, ajo nuk doli pse ashtu unë jam ai i cili pak a shumë imponoj atë punë. Edhe e kanë me dëshirë shumë. Jo që imponoj, unë gati 20 vite jam marrë edhe me sport, edhe profesionalisht jam marrë me futbolin, edhe ende sot e kam në shpirt. Edhe aty e kemi luftën më të madhe, për vikend i kemi tash 2 televizora, ti në dhomë, unë e këtu se ka sport, edhe djemë që në me mu, që s'kom qartë t'i bëj... Nuk i qove në muzikë? Jo, shkojnë, Lisi është në muzikë, papa. Po, Lisi është në muzikë, shkojnë në piano. Qa ju flemë shumë? Po, sporti po ju flemë tepër. Edhe të tregoj drejtën, ja hapti zi dhe thamë, nuk insistoj. Kam biseduar shumë edhe me njerëz që janë më të rritun, që janë profesorë edhe në shkollë, që kolegë të mi, kur kemi biseduar në lidhje me fëmijët, kam marrë këshilla që nuk duhet t'ju imponohet fëmijëve ato që e ke, se zakonisht edhe të neve si është baba mjek, edhe fëmijë mjek, edhe ky mjek, edhe ai gjithë familje. Edhe pse është shumë mirë, ose edhe në muzikë, ky muzikë është një trashëgimni, po është çështje e vetë, ai duhet të jetë shpirtnisht i plotësuar me atë që do ta punon. Edhe nuk i kisha preferuar për asken me punu diçka që nuk e ka në zemë. Edhe pse të neve këtu gjithkush punon diçka që nuk duhet ta... Të doja të të pyes pikërisht ty se je edhe mësimdhënës në shkollën e mesme të muzikës. Pse të neve
në krahasim me shtete tjera shqiptare, po flas Kosova, Republika e Kosovës dhe Shqipërisë, komplet ndryshe e shohin artin, shumë rëndësi kushtojnë artit, ndërsa te neve janë me numra ata personat të cilët respektojnë ashtu siç duhet artin, apo një këngëtar, apo një person i cili merret me showbiz, apo pikturën qoftë edhe. Mua merr mendja është forca e shtetit, institucionet shtetërore, pazari. Neve s'kemi këtë pazar. Neve realisht në Maqedoni kemi mbetur si një, unë them, si rrugëqore në lidhje dhe me artin, për shkak se neve jo që s'kemi talente, neve kur kemi pas talente, kur i shfaqëm talentet në fillim Kosova dhe Shqipëria, realisht po, Shqipëria ishte izoluar, Kosova kishte problemet e saja, edhe realisht kur Shqipëria u demokratizua edhe Kosova u çliru, institucionet e bën të vetën, shteti e bën të vetën, pazari e bën të vetën. Ata jo që nuk kanë qenë të shkolluar, po nuk kanë mund ndoshta ta japin vetën, te ne këtu luftoheshim pak a shumë me palën tjetër, se edhe kemi qenë individualisht, mund t'i numëroj edhe me gishta sa kanë filluar edhe artista, edhe këngëtar, edhe muzicien, edhe pse tash nuk është as i kemi përparu shumë. Po neve nuk kemi përkrahje këtu në Maqedoni. Pa dini si është që unë thjesht po tregoj, neve kemi një Ministritë Kulturës e cila t'jep ndonjë projekt i cila është, mund të them, vetëm një koc i cili duhet të shkojsh ta marrësh edhe ta lëpish, domethënë me ato mjetet që japin, atje ti nuk mund të bësh ndonjë koncert elitar, kupton, që të bësh ndonjë koncert që realisht njerëzit mund të thojnë wow, atë kjo është ajo, po. Po gjithçka bëhet, atë ai ta bëj vetë sa ti marr mjetet, atë ai vetë të bëj ti marr mjetet. Edhe ajo nuk bën, se nuk është, po thjesht ashtu po funksionon. Jo, edhe dua të them se neve edhe nuk përkrahemi qoftë edhe në rrjetet sociale. Nuk përkrahemi edhe njëri me tjetrin. Te neve në Maqedoni po mungon ajo. Ajo është çështje e mendjemadhësisë të artistëve. Se tash e shoh rrjetet sociale po e bëjnë punën më të madhe, edhe se televizionet ndoshta, edhe se mediat, rrjetet sociale janë mediat më aktuale. Dhe shoh në Kosovë apo në Shqipëri, këngëtar sapo ka dalë, ka 200-300.000 followers, ndërsa neve jemi këtu ku jemi. Pse nuk e përkrah Xhanani Tafën, Tafa Xhananin? Pa marrë parasysh çfarë punë bën Tafa apo ana sjelltas të uta Xhananin, se unë duhet ta respektoj të utën se... Atje tani ka ma tepër që po dalin në pak edhe realisht edhe shumë shpejt, ndërsa tek ne u pa biznesi edhe neve momentalisht edhe nuk kemi ndonjë përfaqësues të denjt në flas në suazat larta. Edhe po më vjen keq për atë punë, po nuk bëhet ajo nëse nuk ka përkrahje. Domethënë asnjëri nuk bëhet nëse nuk ka përkrahje. Për çdo profesion, ju nuk është vetëm muzika. Është përkrahje mediale, është përkrahje institucionale, është përkrahje ato nëse është flas talent, se sa i përket po. Se sa i përket, se tani është puna edhe është bë biznesi, show biznes. Te ne e shohim edhe prind që kanë dëshirë tash fëmijët e tyre të këndojnë në festivale të fëmijëve, e sponsoron edhe ka mjetet e sponsoron ai fëmijë del këndon, s'ka lidhja ka talent apo s'ka talent. Edhe ka shumë gjëra që për shembull opinionistët ose opinioni i gjerë nuk e din. Pra pas kena është shumë më ndryshe, që realisht unë vete kam përjetuar gjatë karrierës, po kjo është një, si të them, një lojë jetësore që ka zbritje, ka ngritje, edhe kush është më i fortë edhe më këmbgulës do t'ja del. Edhe kush punon më shumë pa. Teuta, si një femër me punën që e bën, jo që nuk ka edhe të tjera, e tha edhe vetë parës, po jeni pak më të pakta në Maqedoni këtu. A paragjykoheni? Këtë paragjykimin unë jam shëruar shumëti. Je vakcinuar? Jam vakcinuar shumëti. E ke lejen tjetër? Doza e 4. është një fenomen tjetër. Unë e vi prej Struget, do më thënë jam e lindur edhe rritur në një qytet që është shumë i bukur, që është një qytet... Pa, përmend Struganë, qytetin e bukur të Strugës, nuk mundet. Fakt, a e di pse?
Se në struk... Mjellmën e fundit dhe mora une. Lumë të ta pa. Në struk, rasisht, do më thënë njerëzit që jetojnë, ose jo vetëm unë edhe shumë gjenerata tjera, ndoshta ajo frymëzimi i liçenit edhe i drinit, që e kemi stinën e verës edhe që neve njëheri e gjdo stin në veshje respektojmë ndryshe, është, se thom, është një frymëzim për jetën matutje, që të ndërlidhem edhe pak edhe në pyetjen që parashtrove Tafas. Struga, ohri, dibra, dhe thësh kanë sakrifikuar për të ardhur, dhe më thëmë prindërit tonë, kanë sakrifikuar që ne të vim në Shkupe dhe të studiojmë edhe të jemi ma për para. Ajo është puna që diçka tani ma filloj kjo puna që nuk përkrahin. Për para është përkrahur shumë ma tepër se sa sot. Unë, se thëmë, atë i blokoj të më thënë të gjitha anësh, mentalitetin, gjërat, edhe e shoh vetëm rrugën time, e shoh profesionin tim, edhe mundohem që unë të jem ajo unikja, vetvetja që nëse jo sot, ndoshta nesër mbas nesër, edhe atë punë edhe e ligjeroj në mësim, në zënzve, ju a jap, dhe më thënë, landën artit figurativ, edhe kur vjen ajo koha e pubertetit edhe ju flas edhe për stilin e veshjes, edhe për kodin e veshjes, edhe në punë, edhe në shkollë, edhe në ministri, edhe në qeveri, domethënë, edhe në teatr si vishet, dhe thëmë çdo herë bëheni stilin tuaj të jetës tuaj. Mësojeni artin që të dini që ju si të silleni se të hymë historisë thellë, perandorit më të mëdhaja, do më thënë aristokratët më të mëdhej, kanë marrë ekstra arsimtarë ose profesor, e kanë zgjedhë më të mirin që ekziston, do më thënë, prej Anglie, ka shkuar në Indi ose në Kinë, vetëm që t'ja mësoja artin fëmijëve të mbretëris ose muzikën. Tash ju i keni këto gjëra në banka shkollore, nuk i shfrytëzoni, se është e bukur. Kështu që une jam distancuar e shoh atë si puna atyre e kuajve kër i vëndojnë ato anësh, e shoh punën time edhe kënaqem, edhe pse për anësh, më thënë të dhe njerë diskutojmë, dhe më thënë kjo me këta nuk të shkon, unë e ndje vetëm shumë bukur edhe shumë rarë, edhe e marë ata. Edhe paragjykimet edhe fetarishtin të ndaluara. Të ndaluara, të paragjykosh është më keq se sa të bësh vrasje. Edhe është, po ne besoj si Ballkani jemi vend i vogël edhe shumë kemi dëshirë, ma shumë dim se Gjanani çfarë bën se sa vetë. Neve ma shumë e din koqia se çka ka shtëpia, diskutohet. Edhe për atë shkak nuk e lodhim shumë trunin për lidhje me për atë dhe keni pas sukses. Do e parashtroj një pyetje që vlen dytë dua të më përgjigjeni. E di se para ekspozitave, shembol, ke shumë stres, ke shumë obligime dhe normalisht mendja të shkon, edhe unë për këtë emision mendoja do del gjithë shka mirë, cili kuadrë ka dalë ma i mirë, mos kam gabuar diçka, po ashtu ndodhë se cili në punën e vetë. Të ka ndodhë do njerë t'jesh shumë jashtëzakonisht e dëshpruar në do një rast dhe pastaj prapë se prapë të dalësh në ekspozit dhe të busqeshësh, askush mos ta din nga brenda se ti thjesht mbrëndësia ju të qanë për ndonjë arsye të vetme. Deri tash jo, fatmirësisht jo. Sepse skena i ka edhe këto. I ka skena, ato emocionet, ethet edhe kur e shef thotën kjo është shumë mirë, deri tash e bora atë maksimumin, po ndoshta disa imtësira që ti korrigjoj për ekspozitën e ardhshme, po, a e normal nëse nuk i shef gjitha gjërat, po une nuk më vjen mërzi ose ta ndje veten si ofendim ose diçka kur kam ndonjë ekspozit apo diçka ma tepër ndonjë punë profesionale që unë të marr mendime prej profesorëve më të vjetër, nuk e ndjej si kompleks që unë kam mbaruar Fakultetin e Arteve dhe unë jam dikushi dhe unë kam bo deri tash. Po njeriu të rjetën më sa? Po, 10 ekspozita personale deri më tani, edhe më duket shumë e pakët, edhe ende kam konsultime ndërmjet kolegëve, profesorëve, që nuk përtoj, do të thënë për një vijë ose për një ngjyrë, unë
marrë veturën ose të nisemi deri në Prishtinë, Tiranë, Tetov, Gostivar, kolegët ku i kam, edhe të ulem e ta shqyrtoj dhe ta diskutoj dhe ta tjerë punën, derisa ta shoh që unë jam e kënaqur për asaj. Ende mësojmë. Edhe kështu që deri tani faleminderit Zotit të them që kam bri në lëmin time, kam bri çdo gjë në rregull. Çdo herë ka një mundësi edhe më tepër, maksimumin e kam dhënë çdo herë. A ethet edhe dëshpërimi edhe nervoza është domethënë derisa hy në brenda para hapjes, edhe mandej çdo gjë është në rregull. Tafo? Gjithsesi se kam pasur. Sepse ti ke pas shumë koncerte, shumë. Gjithsesi se kam pasur dhe tani bashkë po më kujtohet rasti specifik në koncertin para 2 viteve që i kisha 25 vjetorin e karrierës në Filharmoni. Si të them, se ishte një farë përmbyllje një karriere timën prej fëmirisë, edhe duheshte shumë njerëz t'ju falënderoj që më kishin ndihmuar me një farë mënyre në atë karrierë. Edhe momenti më prekës gjatë koncertit ishte për të ndjerin Sabit Tahirin, i cili unë e kisha edhe këndonja në fund Bjendri Daire, ashtu, e cila këngë edhe realisht ka bo buj në jetën time karrieristike, ku edhe realisht edhe Teutën e kam, ashtu jemi njoftu edhe me atë këngë kur e kam kënduar. Do thotë ajo këngë edhe ai spot edhe kretë shumë është do me thanës njetën private timën. Edhe aty ishte një moment i cili duhesht faktisht jap një mirënjohje të madhe për të ndjerin Sabitin, edhe gjithë skena, edhe publiku, edhe ne instrumentistët ishim gjithë të përlotur, edhe pastaj duhesht të ta këndoj edhe këngën. Ta mbledhesh vetën dhe ta këndosh këngën prapë se prapë. Unë edhe tash nxënësve të mi ju thëmë, neve kam studiuar kanton, shkollën e mesme dhe akademinë, edhe profesorët tanë non-stop e potenconjen. Neve ushtrohemi që dalim skenë çdo herë. Pa marrë parasysh, ke në një rast vdekje, ke në një rast feste, je i sëmur, nuk mundesh me këndu, ti do duhesh dalish ato 2 minuta, ti ta mbledhish vetën ta krysh detyrën, pastaj çaj sa të duash. Opinionin nuk e din, do thotë në momente emocionale, momentalisht ju e dini edhe tash Ramlahen në Prishtinë kur kishte koncertin Indrajet, nana e tij një ditë përpara. Do thotë neve jemi të ushtruar, jemi si luftar. A mendoni se opinioni e vlerëson këtë, se neve sidomos ju artistët bëni gjithçka? Ato që ndoshta edhe e din rastin edhe e vlerësojnë, ata që nuk e din ndoshta edhe habiten, po gjithsesi se vlerësohet, pa marrë parasysh. Në fundit shpirti yt e din se çka ke botin në ato momente, edhe realisht ato janë jetike për një artist, për një karrierë, janë momente cilat mbesin në kujtesën çdo herë, si momente ndoshta edhe më të bukura, edhe pse kanë qenë të vështira, po në anën tjetër janë edhe momente shumë të bukura. Tetafa është më vështirë se tetafa është momentale ato që duhet ta japë, ndërsa unë është një lehtësim më i madh se unë duhet të përgatitem tërkohën për të dalur, për ta treguar finalen. Ndërsa tafa e ka sado qoftë që përgatitet tërkohën. Prapë se prapë mund. Ai duhet në fund ta jap atë përgatitjen, duhet ta shfaqe. Si është i ushtron, mund të ushtrosh 2 muaj, 3 muaj, duhesh të këndosh 2 minuta, kupton? Ato 2 minuta i shef opinionin, ato 3 muaj përpara nuk i shef askush. Edhe ajo është vështërsia e një artisti, i cili sado qoftë puna e atij vlerësohet për atë moment. Po foli për ata që performojnë live, që kanë koncerte live, sa ndërsa këto që janë me videoklipes edhe ato na e dim se si funksionon. Për mua është shumë më mirë kur ka tafa live, se një javë ditë të mira nuk gëzon as të fol, as të bërtas, as kur gjë dhe ishte kështu. Edhe te i shfrytëzon? Po, edhe kam unë një shëni. Jo vetëm e gjithë në shqip. Mi thuaj edhe mua ato. Do t'i lajmërojmë për ndonjë gjë. Tafa kështu. S'ka problem, çdo gjë të thotë s'ka problem, kretë punët i kryn vetëm as të fole. Jam me mimika ato ditë. Vetëm kur këndoj, kur ushtroj duke kënduar, atëherë flas. Ndërsa ndryshe në shtëpi gjithçka që më pyesin, edhe ashtu mbaron, derisa të mbaron koncerti. Pastaj nuk e besoj dot, nuk e besoj. Jo, presë vërreja, nuk e besoj dot. Të dytë jeni më si mëdhënës, më thuani sa të rinjt
janë të interesuar për artë? Na prek në disa, na prek në shumë rënd. Dhe më thënë, neve kemi këtë një temë shumë prekse që në stop debatojt, unë edhe zirem në thojza me kolegët tjerë, kur vjen puna e notimit, se kjo arti këtë mesatare të notave, edhe shdo rikëthejmë edhe ju thëmë, kimin, fizikën, biologjin, të dua ule me mësoj. Ti profesionin tim s'munda është ta mësojsh, këtë ma ka dhënë dhënë tipi zoti. Definitivisht. Se ne edukatën fizike, muzikën dhe artin figurativ gjithmonë e kemi pas. A braqa aty. Po, që është gabim. Po shumë gabim se. është gabim i madh edhe çdo kemi edhe kritika nga prindët, flas unë, si ta fash ma në shkollë tamam profesioniste, unë në fillore, vim prindët, e si në art figurativ këtë notë? Po mirë, thëmë, une nuk e ka marra këtë diplomën, as në bytë pazar, as nuk është zgjedhore, as nuk është panot. Do më thënë, si ke mbaruar ti fakultet që jep mësim që jep punon në Ministrit e Ekonomisë ose në televizion, edhe une e ka mbaru, ama jo nuk e kisha në atë kuptim. Arti është një lëndë që të frymëzon, të jep jetë. Dhe të letë shprehesh. Të letë të shprehesh, të shumë hale të brendshme arti, flas për lëmin time, i nxjerr në pah. Gjë shumë problematika me fëmijët e vegjël. Në botë, në Europë dhe kështu nëpërmjet artit edhe vizatimeve të fëmijëve e kuptojmë psikologjikisht se a ka fëmijë. Kemi pa edhe në për filma një vizatim nëse fëmiu e ka bë diçka që nuk duhet e çon te personi social i cili ka të bëjë ose e merr në pyetje fëmiun a është gjithçka në rregull me familjen, pse e ke bë këtë vizatim. Mirë po te neve. Një gjë është e keqe se fëmijët ka shumë të interesuar për art figurativ, të vazhdojnë edhe shumë nxënës që i kanë pasur unë kanë mbrirë me art, edhe të studiojnë me bursa jashtë Maqedonisë, Turqi, Angli, që kam nxënës, po një gjë e kemi minus që nuk e kemi shkollën e mesme Shqip, si që është muzika, që ishin më këmbgullës edhe e hapën ata e mbrin qëllimin, kaluan 10-11 vjetë që nxjerrin gjenerata, ndërsa neve e lamë për gjysmë punën. Kjo është. Unë mendoj se në qofë se dëshirojmë prapë se prapë. Prapë se prapë mund dhe gjejmë mundësit. Ta fëm? Unë e thash jam pak ma i rep në këtë terk, flas drejtën për ato nxënës që duan të mësojnë artin, ose muzikën, artin, ose artet përgjithësi. Jam i rep në atë aspekt se edhe pse janë pak me numër, natë duhet të dim se jo gjithë bojnë artista. Jo gjithë njeri është, mund të them piktor, jo gjithë njeri është sule këngëtar, jo gjithë njeri bëhet violinist. Edhe pse ne kemi që në shkollën e ullët muzikës tani vinë, i kemi 3 klasa, po për atyre 3 klasave, kur të vinë në shkollë të mesme, edhe 5 nxënës, 3 të vinë, do të vinë ato që me të vërtet e duan artin edhe duan të vazhdojnë. Se nuk në mos bëhemi të mund të them të amerikanizuar se çdo familje duhet ta dinë një instrument, se neve nuk e kemi atë kulturë. Kohën e fundit me që kemi cila familje fëmijën e çon o në violin, o në flaut, o në piano. Ajo është shumë mirë. Ajo është shumë mirë mu për këtë që diskutuam tani se fëmijët i duhet dikun të shfryhet, të merë në një farë çështje shpirtërore. Dikush e gjen veten në violin, dikush e gjen veten në sport, dikush e gjen veten në vizatim. Po doja të them se ka tenis, ke balet, ke ndryshe. Edhe pse neve si shqiptar kemi filluar të ndjekim gjithë këto, me numër të pakt, po unë jam prapë si kënaqur. Në fillimet e para të shkollës mesme të muzikës kur u hap, e kisha një inspektor të arsimit aty, sa u hap paralelja, edhe kur asnjëherë nuk do t'ja harroj fjalët, ishte një njeri më në moshë që kishte kaluar shumë shkolla që ishin hapur shqipe, edhe unë si i ri, edhe do isha të tregojesha para atij që ja tash do të fillojmë, edhe ai më tha ndigjon Mustaf, kësaj shkolle, si them, hapat e para do t'i shifen mbas 10-15 viteve. Normalisht. Do thotë brumin
na tash po shohim prej shkollës së mesme të muzikës. Tash po kemi nxënës që po kryejnë akademinë, kemi komsole këngëtar që deri tani kanë qenë vetëm Mustafa ose kemi qenë 2-3, tash jemi 5-6. Kemi pianista po bëhen edhe për gjitha instrumenteve, po bëhet një orkestër shqiptar edhe këtu Kamertal, ashtu që neve po shkon dal nga dal, po ajo është ato mundësi t'i ka shteti, ato mundësi t'i kemi edhe na brenda. Po bëjmë çmos që bëjmë diçka, të paktën të shfrytëzohen. Edhe për atë shkak nuk duhet njerëzit të presin se do të bëhet çuditëra, edhe për atë shkak thash se pak jam shumë i strikt i rap për këtë çështje, se me muzikë ose me art duhet merren ato që janë të talentuar. Komentet dhe si përfund, komentet e tipit për persona që merren me art janë jeta kishte qenë për ju. Jam e bindur se i merrni këto komente. Po sa është e vështirë t'jetë jeta juaj, t'jetohet jeta juaj? Me artin e Mirëfillt shumë zor, edhe rënd. Tregoj drejtën. Sidomos ti vetë tregove se para 2 viteve 25 vite për plot ke festuar 25 vjetorin. Tregoj drejtën, ndoshta disa prej neve që jemi pak shumë që kemi kontribu mjaft. Flas edhe pak edhe për moshës më të vjetër, disa persona duhet ndoshta shteti pak t'i ngrit në nivele më të larta, që të mund të bëjnë alama tepër për kulturën këtu, po ashtu edhe në art. Po të ne adin si është, të ne është këtu çështje politike, cila parti është në pushtet, ato artist 2-3 janë 4 vjet në më të mirët. Që është shumë banale në kuptim, për shkak se neve jemi artist, unë nuk këndoj kur dalë para skenës për asnjë parti, këndoj për atë publik që realisht ka dëshirë të më ndëgjon mua si taf. Unë këndoj edhe për 2 veta publik, po këndoj edhe për 200 veta publik. Unë jam i ushtruar edhe i operuar për atë punë ta bëj. Edhe artisti aty shifet. Në teatr, kur jep çvaçe trupa teatrale, jep çvaçe edhe për 5 veta publik, po jep edhe për publik, ka pas tani me pandeminë. Edhe për full publik. Se faktikisht ato e ki profesion. Edhe ajo është faktikisht jeta jonë. E tash mjetet financiare është e keqe se neve gjithë bëjmë diçka tjetër plus që të mund të... Fatkeqësisht është shumë e keqe, edhe pse nuk jetojmë vetëm prej artit, se mendojnë njerëzit se jetojnë prej artit. Nuk e din se sa mund të... Edhe kjo është, po nuk është për t'u ankuar, thjesht është mirë për t'u menduar edhe elita politike, se realisht do duhet t'jipet më tepër për kulturën, për shkak se kultura është edhe pasqyra e një populli. Edhe një shteti. Tuta? Që të thomë, dje par dje morëm, jo, dje par dje Majlinda Kelmendi u dekorua me titullin ma të lartë Shote Galica në Kosovë. Do më thënë, ajo është një sportiste. Rita Ora, njëjtu dekorua në Shqipëri, në Kosovë, e bori videoklipin, Dua Lipa Mandej, do më thënë, krejt me ratë, neve jemi artist, edhe artisti është për të gjithë. Kemi plot, unë e thomë, një artist duhet ta mbash edhe ta ushqesh edhe ta përkrahish si një foshnjën e vogël, do më thënë që rritet ndal nga dal. Po, nuk të dita unë ty si vlera si gazetare që je imja, edhe të tregoj dikundi jashtë që e kemi një gjanaj edhe që miret edhe që është profesionist edhe kret, nuk vjen dikush tjetër dhe të ngrenë në pjedestal. Kështu që nëse nuk në ndihmojnë, në lini rahat baremi ta bëjmë punën tonë. Nëse nuk më bëni baremi të paktën një ves interesant, nuk e di opinioni e din, nuk ka artist të keq. Thjesht i kanë veset ashtu. Kur i kanë veset ashtu, ta dini se është artist për shkak se ato vese e dallojnë nga njeriu i zakonshëm. Nuk e di apo më kuptoni në çfarë aspekti e kam atë. Domethënë, shumë mirë po. Po, se duhesh të jesh pak edhe i çuditshëm për të jesh i mirë në profesionin që e punon. Edhe ajo çudi mos të duket për opinion se ky nuk është mirë me mend, po jo. Ajo e që tjetë shumë personale dhe faleminderit shumë se më motivon sa më shumë. Ajo është shumë artistike. Për atë shkak edhe është artist. Ai njeri i cili bën diçka që nuk e bën
Njeri secili, po. Faleminderit shumë, ta po se thashe mora shumë për vete, sepse unë shumë kritikohem ndoshta për paraqitjen time, kështu që... Jo. Faleminderit. Çdo njeri e ka... Je shumë simpatike të shkon, më vjen pa rezerva shumë të shkon, ti e di që unë edhe zakonisht Biles edhe ne kur të shohim në shtëpi edhe kështu me qejf gëzohemi edhe kur të ta dish. Si stili veçantë, domethënë secili që është stili veçantë. Arti atë e ka syri... Na pëlqen, sa ajo që është, ne dim kjo është e rëmbullakët edhe kjo është e rëmbullakët, kjo ma e madhe, kjo ma e vogël. Po pse janë ngjyrat e ndryshme? Po. Që të jetë secila e vetvetja. Më duket sa hyre në studio, gjën e parë që ta thash, vatet i ke shumë të bukura. Domethënë arti me një herë dallon të bukurën, të veçantën, dhe unë respektoj shumë njerëzit të cilët dhe sinqerisht është janë për tu përshëndetur ata njerëz të cilët e bëjnë punën e tyre pa dëgjuar të tjerët, ashtu siç the edhe ti, jam e vaksinuar, edhe unë mundohem të vaksinohem nga opinioni, nga mendjet ndoshta komplekse të njerëzve të cilët s'kan çfarë bëjnë. Unë mendoj se edhe papunësia i ka fajet keq ka vënë dhe hyn aty komentar. Papunësia nuk miren me aktivitete të ndryshme, kjo pandemia na pagës na kur punon s'ke edhe kohë të ndoshta. Shkoj në shtëpi, beson se mami më pyet, hec mi trego se çka ke bën punën se si ke kalu. S'kam kohë. Vazhdojmë dhomë, shtrihem, pushoj, njeriu që punon shumë s'ka kohë të merret me gjëra. Pandemia pagës na bëri që të shohim çfarë do bëhet, si do bëhet një shumica për njerëzve i ka kthjellur që t'i kthehen familjes edhe të bëhen shumica tjetër miret me diçka komplet tjetër. Shumë kanë zbuluar talente që si kanë ditë që i kanë pasur në sa është e mira ishte edhe e keqe. Po njeriu kur miret me vetveten edhe kur investon për vetveten edhe kur punon me vetveten edhe kontribon për diçka mirë, pozitivisht, ajo është shumë i dobishëm edhe si individ për vete mbushet me atë kënaqësinë që ka kontribuar diçka, edhe që bën diçka të bukur edhe për të gjithë, tjerët edhe për vetën. Definitivisht. Kësaj bisede dal nga dal i erdhi fundi. Jo se kemi ende që të zgjat emisionin 3 orë. Po, edhe pse po e ndjej si definitivisht si në shtëpi të jemi dhe të flasim me shumë ashtu modesti dhe me rehati. Unë falenderit shumë që ishit pjesë e emisionit The Stage, falenderit shumë që treguat ndoshta edhe ca gjëra që nuk i keni thënë asnjëherë më parë, falenderit që ndatë dhe momente ndoshta më të vështira tjetës tuaj, padyshim neve gjithmonë ju përkrahim, sidomos unë personalisht dhe televizioni në servisi publik. Edhe ndaj televizionit i cili na ka respektuar çdo herë për punën që e bëjmë edhe individuale edhe... Po veç juve ju kemi, si mos ju përkrahim? Faleminderit shumë. Mund t'jetë edhe mos t'jetë edhe aja. Jo, të lutem. Faleminderit edhe një herë dhe ty të pafshim jo me 10, po me 100 ekspozita. Faleminderit. Ndërsa ty të pafshim në majat e suksesit nuk di çfarë të uroj që... Dhe gjithmonë do t'je gjanani aty, po pitje gjithmonë. Ta dish këtë gjë. Miq të dashur, ishte pra si që thash, çifti simpatik për mua personalisht Tafa dhe Teuta, të cilët normalisht pa rezerva treguan gjithçka rreth karrierës së tyre, se si ka filluar, edhe si janë njoftuar dhe si po zhvillohet edhe tani. Ne në Prapasken do shkojmë me një këngë të Tafës, është për zgjedhje e imja, për Tafën do jetë surprizë, ndërsa shifemi të premten e ardhshme. Përgatitur më gjeti, frima mundalë në pyt. Më zbukurove me vujtjen, për një qast të humba ty, nuk më levendas për lutë.
di. Vendin tënd e kazan, kjo rakia me duhan, kombinim ideal, me të haru e dal nga dal. Vendin tënd e kazan, kjo rakia me duhan, kombinim ideal, me të haru e dal nga dal. Asnjëherë se kuptova e askush nuk më tregoj një arsye ti që më braktise, si kur ta dia më lek jetoj. Më zbukurove me vujtje për një qast të humba ty, nuk më levendas për lutje, si kur arsye ta di. Vendin tënd e kazan, kjo rakia me duhan, kombinim ideal, me të haru e dal nga dal. Vendin tënd e kazan, kjo rakia me duhan, kombinim ideal, me të haru e dal nga dal. Vendin tënd e kazan, kjo rakia me duhan, kombinim ideal, me të haru e dal nga dal. Vendin tënd e kazan, kjo rakia me